Tenderi për instalimin e sistemit të kondicionimit në teatrin Migjeni në Shkodër ka ngritur dyshime serioze për manipulim dhe mungesë transparence në procesin e tenderimit. Ky tender i shpallur nga Bashkia e Shkodrës kishte një fond limit prej 45.433.520 lekësh, ndërsa oferta fituese ishte vetëm 21.437.333.94 lek, një diferencë shumë e vogël që ka nxitur dyshime për mundësinë e një procesi të paracaktuar dhe të favorizuar. Benet Beci, kryetari i Bashkisë së Shkodrës, ka patur një rol të drejtpërdrejtë në organizimin dhe mbikëqyrjen e këtij tenderi, duke ngritur shqetësime për ndikimin që mund të ketë patur në drejtimin e procesit të konkurrencës. Tenderi është zhvilluar ndërmjet dy kompanive, Ergen dhe ndërtuesi 2014, dhe diferenca e vogël mes ofertave ka krijuar dyshime për një mundësi të fshehur që mund të ketë favorizuar njëra nga kompanitë, duke shkaktuar një konkurrencë të reme që u shërben palëve të caktuara. Përveç kësaj, ka shqetësime lidhur me nivelin e lartë të sekretësisë që është ruajtur gjatë gjithë procesit të tenderimit, si dhe me mungesën e konsultimeve me ekspert të pavarur. Ky lloj mungese transparence ka ngritur pyetje për mundësinë që tenderi të jetë manipuluar për të favorizuar një kompani që ka lidhje të ngushta me autoritetet që mbikëqyrin tenderat. Kjo mund të jetë një shenjë abuzimi të mundshëm të pushtetit dhe shpërdorimit të fondeve publike. Roli i Benet Becit në këtë proces është bërë edhe më i diskutueshëm duke padur parasysh që ai ka nën kontroll Bashkinë e Shkodrës dhe ka mundësinë të ndikojë në shpërndarjen e tenderave. Për këtë arsye është e domosdoshme që të kryhet një hetim i thelluar dhe i paanshëm për të siguruar që procesi i tenderimit të zhvillohet në përputhje me ligjin dhe të ketë transparencë të plotë. Vetëm kështu mund të sigurohet që fondet publike të përdoren në mënyrë të drejtë dhe të shëndetshme, duke i dhënë përparësi interesit të qytetarëve dhe zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit të Shkodrës.